Përshëndetje miq të dashur të televizionit Dugagjini. Po takohemi sërish edhe sonte në veç 10 minuta. E sot 10 minuta e kemi në sfidën e dizajnerës. Këtu e kemi një kukull. Në këtë trup kaq të bukur, kena me bu një fustan. Kena me lëshu tajmerin si gjithmonë, edhe me pas se çfarë fustani mujna me realizu për veç 10 minuta. Këtu jemi me dizajnerin që ka me na ndihmu sonte në këtë sfidë. Jemi me Lavdrim Kukaj, për mu dizajneri më i mirë për Shqipërinë. Lavdrim, ç'është je? Përshëndetje Anis, mirë faleminderit. Ç'është po shkon puna? Mirë, super. Lavdrim, pa ta marrë kohën tonë, unë kisha desht me lëshu tajmerin edhe bashkë me ty me pas se çka po mund me bo. A je gati? Gati. Hajde, okej. Kështu e kemi tajmerin, kështu që për me qenë sa ma korrekt. Lavdrim, qysh është puna e dizajnerit kallëzon pak, në ndërkohë që po punojmë? Tash të puna e drapingut, te one e kam fjallën, është çka të vjen për momentin. S'është që e qes në skic, edhe me thot që ka me dalë njëjtë, po është punë momentale. Çka do na bëjë kësaj pjesës tjetër? Hajde. Shtygjyra me pjesën tja vendosur. Sa të merë kohë realisht një fustan me bo? Varet, ka drapinga pak ma të vështirë që janë 3 deri në 4 orë. E qtojnë aty më për 10 minuta me bo. Apo menën që kimi a dalë? Besoj që po. Ato më besoj ma shumë se te. Qëtash I kemi edhe nëse na ndihmon dikush, edhe sa minuta I kemi? Edhe 6 minuta. Sa dush ki ko. Ti për 6 minuta e bën edhe një tjetër. Tash? Të një mangë të vendosë, më do të najle janë. Të kjo pjesa e krahët. A mojnë me të një mu këto pak? Sta ne thojnë, si ka një muhe që vëshu shku e ka pengu. Qështu a? Po, qështu? Me qka ja ka pa tjesë? Me fërfëra. Okej. A ke pas kështu kërkesa që tu ka desht me bu naj fustan në kohë rekord? Po kena pasë me kohë të kufizune, për shembull pej drapinga, ka shumë që ju kanë pëlqy, edhe kanë pasë kohën e limitune, edhe u dash me bash shpejtë. Për sa është fustani që ke bu mas shpejtë? Mas shpejtë, nashta për 5 orë, 6, nuk e di, me qepje, me patron, me qëndise, me krejtë. Nëse ta kërkojmë për shembull këtë fustan që jena të e bëhet tash, me bo për sot, gati, a bëhet? Mundet mu bo nëse punojna intensivisht në ta, bëhet. Sa persona do të me punun për mu kry kjo sot? 6 deri në 10 gjithqysh. Okej. Po besoj staf kia, që s'ki vinat një mujna. Ka dhe staf, dikon 110 punëtori krejt. Okej, qëta kemi mja ka bashkë? Apo e të kështë?
Lavdrim së tash I kena dhe 3 minuta. Makeron qiken pa fustan. Veç edhe 3. Nejse, kështu bukur ka dal. A dojna me lanë qështu me një dorë? Po me një dorë edhe qëto kina mja vendosë në shalë. Aj, okej. Ja vendosë është një sipore, më do rohë ma elegant. Atë kapi tash stresi që e mora telefonin dorë. Kena kohë edhe 1 minutë e 57 sekonda. Shumë për më përqenë në mrapa. Po për para ju, a? Edhe unë përju. Okej, do më thonë nuk të dashtë në asë 10 minuta, se I kena në dispozicion edhe 42 sekonda. Na e krejtë. Lavdrim, unë I kisha pas qaf këtë fustan që e ke bosët për veç 10 minuta, na I herë me po edhe veshën të dikosh. Nga me realizu edhe në veshën, që shka më do, edhe me tha ka më do këtë njëti, që shu bëm Google edhe në veshën, ka më do. Tregom edhe pak për krejt fustanat që I bën, tregom pak me cilat materialet përqenë ma shumë e punu. Kryesisht dantela, si vjetë është shumë trend dantela, edhe sateni kombinim të dyja. Diçka që ti preferon ma shumë, çfarë fustanat pëlqejnë ma shumë, shkurt, gjatë? Mu për vetëm pëlqejnë fustanat e gjatë, duken ma të plotësuar. Edhe po besoj që çka ma kalon për shtypjen është që të pëlqejnë fustanat pak matron. Matron, tash do të mu dalu pak fustani ma I ronë duket ma I mirë. I thjeshtin nuk vjen sy, për menimin tem është ma mirë ma I ronë. A ke pas ndonjëherë kështu komente rreth fustanat që I bën? Kryesisht komentet janë shumë të mira. Tash ka dhe komente prej të këqija, po nuk I lexoj shumë në to drejtën. Qysh I ki punë me këta fustanat e darsma, kanagjeqe? Fustanat e darsma, ma shumë jena të fokusuar të darsma, kanagjeqa, punoj me tregt jashtët kryesisht, muj me thonë 90% me tregt jashtët. Lavdrim, unë të falenderoj shumë për kohën, edhe që na I ke hap dyrë sot, edhe për këtë fustan super të bukur që e ke bu për neve. Ka që me imi Janis, të falenderoj edhe ty shumë, si dhe të dugagjinën. Falenderit shumë. E promis të dashur, ka që kishim edhe për sonte në veç 10 minuta. Që kjo fustan është të më pëlqy shumë, po trupi I kësaj kukle po më gjason me një VIP, s'pja u thëmë me një pedinin është ta vetë. Na shqijemi me sfida tjera nesër. E deri atëherë nga Una Njeza, miru pafshim.